Pas një dite të gjatë dhe të lodhshme xhirimesh këtu në Lushnjë, të cilat nuk na lan asnjë hapësirë as për të ngrënë, ku mendoni ju se mund ta shuajmë urinë ne këtu në Lushnjë? Pa sigurisht, pas shpinës time e keni shumë të thjeshtë të lexoni që ndalesa e parë e çdo kujt që hyn në Lushnjë dhe nuk ka asnjë punë këtu, është pikërisht Villa Metçela me byrekët më të famshëm në Shqipëri. Ja ku jam më në fund, pas një dite të gjatë dhe të lodhshme, se më ka marrë edhe uria, dhe kam përpara byrekun e famshëm të Metçelës, të Villa Metçela. Gjithmonë më ka intriguar kjo histori se si një byrek, pra një produkt ose një ushqim tradicional që është i përhapur në të gjithë Shqipërinë, arriti të bëhet brand në Lushnjë. Në fakt jo më kot, sepse prapa kësaj historie qëndron emri i një zonje, ajo është Zana Çela e Vilës Metçela, që me profesionin e saj si punonjëse e punishtes së ëmbëlsirave që në kohën e diktaturës, kishte ëndër të kishte një byrektore të saj. Ëndër që në fakt e realizoi diku në vitet 93 apo 94, kur arriti me shumë sakrifica, me anë të ndihmës së vyer të bashkëshortit të saj Metit, hapën një byrektore, u përpoqën të bëjnë pra këtë bërthamën e vogël të byrekut të famshëm të Lushnjës, që gatuhej qysh në ato kohë, ndërtuan një mini perandori të vogël, ku gjithë familja u punësua gradualisht duke ndihmuar daja, vëllai, xhaxhai, pra familja kontribuonte në konsolidimin e emrit të byrekut për të kthyer në brandin e sotëm. Mendoni pak se çfarë pasioni ose çfarë sakrifice fshihet pas një byreku të thjesht, që në fakt këtu te Villa Metçela ka dhe formën katrore, që ata nuk duan ta ndryshojnë, sepse sigurisht brandi formohet pikërisht kështu, nga ca forma, nga ca shije, byreku me mish, me qep me domate, me gjis, dhe kosi që është i bërë vetë, pra që bëhet, gatuhet këtu në restoran. Një gjë tjetër që mua më bën shumë përshtypje, përveç byrekut, është fakti që Villa Metçela është e vetmja në Shqipëri që arriti t'i ulë shqiptarët në tavolinë për të ngrënë byrekun, që është shumë e rëndësishme sepse ne jemi mësuar gjithë që byrekun e blejmë qoftë në një lokal të vogël, qoftë në dyqan buke, qoftë në një kiosk të thjesht, e marrim me vete dhe e ham, o në këmbë, o në makinë, ose kur kemi kohë. Pra, kryesisht është një produkt që konsumohet në këmbë, kurse këtu te Villa Metçela duhet të ulesh, të shtrohesh, edhe ta konsumosh mundësisht me kosin e bërë në punishten e lokalit. Një gjë tjetër që më bën shumë përshtypje është fakti që edhe pse ky është një restorant i mirëfillt që gatuan kuzhinën tradicionale të zonës, të gjitha llojet e specialiteteve, të gjitha llojet e ëmbëlsirave, jo, prap njerëzit tu vinë se duan të hanë byrek me kos. Pra, të marrësh rrugën Kastile ose të kthesh rrugës për jug, të kthesh në Lushnjë vetëm për të ngrënë një byrek të Metçela, mendoj se ky byreku duhet ta ketë një sekret. Dhe sekreti është emri i Zanës, me thënë të drejtën, sepse kjo zonjë e palodhur nuk ka hequr dorë, përkundrazi ka bërë edhe diçka tjetër. E ka nxitur familjen, restorantin, që të hidhet nga brandi byrek në industrinë byrek. Mendoni pak, një produkt kaq i thjeshtë si byreku të kthehet në industri ushqimore. Ajo që në fakt ne do donim që ta bënte çdo kompani e vogël ose çdo biznes i vogël lokal shqiptar, që ta kthejë një produkt në një industri ushqimore. Ridimensionimi i brandit byrek do të bëjë që shumë shpejt nëpër markete, në një rrjet të shpërndarë në të gjithë Shqipërinë, ju do të gjeni byrekun e ngrirë të Metçelës, të cilin pastaj mund ta konsumoni në shtëpitë tuaja. Kjo në fakt është një filozofi shumë e bukur marketingu, sepse të ridimensionosh brandin do të thotë që t'i japësh atij dimensione të tjera më të prekshme nga të gjithë konsumatorët. Pra, shumë shpejt do ta gjeni byrekun e Metçelës edhe në marketin e lagjes tuaj. Si një produkt turistik i cili gjendet
edhe në bizneset të ndryshme turistike, në hotele ose në restorante ku kërkohet ky produkt, ne ju themi faleminderit që na ndoqët në episodin e 8 dhe gëzuar me kosin e bërvet dhe me byrekun e metçelës.